Presidentin serb Aleksandar Vučić, Milan Radojčić, ani pse mori përgjegjësinë për sulmin terrorist në Banjsk, nuk po ndiqet penalisht për shkak të krimit, por për shkak të Kosovës. Vučić e tha publikisht këtë në fillim javë, ani pse nga Interpoli është lëshuar njoftimi kuq për Radojčićin, për të cilin së fundmi u raportua se i ofrohet siguri nga pjesëtarë të gjendarmerisë serbe. Dhe jo vetëm Radojčić, por edhe Zvonko Veselinovićit, ani pse të dyja në listën e zezë të Amerikës, për akuza që lidhen me krim të organizuar dhe korrupsion. Për zyrtarët qeveritar të Kosovës, kjo deklaratë e presidentit serb dëshmon se sistemi i drejtësisë serbe kontrollohet nga vetë ai, i cili njëkohësisht inkurajon sulme ndaj policëve të shtetit kosovar. Ndërsa ekspertët e sigurisë e vlerësojnë mesazh shqetësues dhe kërkojnë reagim më të ashpër nga bashkia ndërkombëtare. Tregon ignorancën e plot, por njëkohësisht edhe vazhdimi i luftës hibride ndaj Kosovës. Ndjell ekstremistë serb që të vrasin zyrtarët policorë të Kosovës, ata nuk do të jenë përgjegjës, për atë se ata i bojnë për çështje politike të Serbisë, dhe kjo është një fazë shumë e re e kërcënimit të ri hibrid që adreson Vučićin në këtë tension të brendshëm. Mbrojtja publike e Milan Radojčić nga presidenti serb Aleksandar Vučić dërgon një mesazh të gabuar dhe rrezikon të inkurajojë veprime destabilizuese në rajon. Kjo lidhje ngushtë mes tyre është edhe një herë konfirmim i qartë për bashkinë ndërkombëtare që nuk duhet të suportohet në asnjë masë Serbia me në krye Aleksandar Vučićin dhe duhet të sanksionohet dhe të krijohen reforma të cilat janë të përllogaridhënie dhe ndalim të terrorizmit. Nëse kjo vazhdon me tutje, atëherë i bie që në të ardhmen Serbia është duke u nxitur që të kryejë sulme terroriste të ndryshme edhe ndaj Kosovës, por edhe vendeve të tjera fqinje. Autoritetet serbe nuk kanë ngritur akt akuzë ndaj Radojčić ani pse mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023, në të cilin u vra rështeri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Për më tepër ai vazhdon të jetë i lirë në Serbi, ku ka edhe vend banim të regjistruar në Beograd. Prokuroria speciale e ka përfshirë Radojčićin në akt akuzë ndaj 45 personave, duke e cilësuar si organizator dhe udhëheqës të grupit terrorist. Gjykata themelore në Prishtinë në prill dënoi 3 të akuzuar. Blagoje Spasojević dhe Vladimir Tolić u dënuan me burgim të përjetshëm, ndërsa Dušan Maksimović me 30 vjet burgim. Ndërkohë të akuzuarit të tjerë në krye me Milan Radojčić vazhdojnë të jenë arati.